Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Recetë është të mbajtur larg nga njerëzit për vite me radhë, zhduk plotësisht gungat kockore në këmbë. Gungat kockore të këmbëve përveç se nuk janë as pak estetike, ato tregojnë edhe shumë për shëndetin tuaj. Këto gunga mund të shfaqen si pasojë një diete të varfër ushqyese, metabolizëm të dobët, infeksionet, madje edhe problemet reumatike. Veshjet e këpucëve të papërshtatshme, si për shembull këpucët e ngushta, një numër më të vogël. Gunga dalin përgjithsisht në pjesën fundore të gishtit të madh dhe mund të kthehen në një makth për çdo individ, sepse bëjnë të dhimbshëm dhe nuk gjenden këpucët e përshtatshme. Ja receta natyrale që reduktojnë këtë problem, sipas Elcait. Merrni disa gjethe dafine dhe i vloni në 300 ml ujë. Hidheni lëngun në një kavanoz dhe e lini të qëndrojë për një ditë. Në mëngjes esëll pini një filxhan nga ky lëng dhe më pas pijeni në porcione të vogla gjatë gjithë ditës të gjithë lëngun. Çdo ditë përgatisni lëng të freskët, përsëriteni trajtimin për 7 ditë me radhë dhe ky lëng do të lehtësojë edhe problemet që shkaktojnë këto gunga. Ose edhe mund të përdorni këtë recetë të dytë. Merrni 5 gjethe të mëdha të dafinës dhe i grini imët. Hidheni në një kavanoz dhe shtoni 100 ml alkool 96%, e lini masën e krijuar të qëndrojë për 2 ditë. Pas këtyre 2 ditëve, lyeni gungën me këtë mënyrë natyrale duke aplikuar 3 herë në ditë, derisa ato të reduktohen. Gjithashtu, gungat e këmbëve kanë nevojë për trajtime të specializuara në shumicën e rasteve. Prandaj duhet jeni të vëmendshëm ndaj ndryshimeve të cilat këmbët tuaja janë duke shfaqur. Në këto raste është shumë e rëndësishme dhe të kontaktoni mjekun tuaj për të evituar edhe probleme të ndryshme të cilat mund të kenë shkaktuar formimin e gungave në këmbët tuaja. Pjesët teknologjike kanë treguar gjithmonë më shumë se gungat e këmbëve mund të mbahen nën kontroll edhe përmes recetave të ndryshme natyrale. Gjithashtu, gungat që shkaktohen në anën e gishtit të madh të këmbës bëjnë ndryshime në strukturën e kockave. Gjendja e tyre kur përkeçohet shumë mund të çojë deri në operacione sepse mund të shkaktojë dhimbje të forta dhe deformime kockore të theksuara. Për të zhdukur ose për të mos zmadhuar këto gunga, përveç se duhet të zgjidhni veshjet e këpucëve të përshtatshme, ju mund të përdorni edhe këto metoda alternative sipas Elcait. Hiqini këpucët dhe ecni zbathur. Ju duhet të ecni zbathur sa herë që keni mundësi. Kjo do të ndihmojë në forcimin e muskujve të këmbës dhe kthimin e kockave në vendin e duhur. Gjithashtu këmbët tuaja do të lehtësohen nga këpucët e padëmshme. Piperi i kuq. Piperi i kuq djegës përmban kapsaicin, një substancë që ndihmon në eliminimin e dhimbjeve dhe reaktive të tjera. Përzierni një lugë vazelin me një lugë piper të kuq djegës. E vendosni përzierjen mbi gungë dhe lidhni me fash. E mbani për disa orë, përsëriteni këtë procedurë çdo ditë. Bëni muskujt e këmbëve tuaja më të forta. Qëndrimi i drejtë dhe shtypni gishtat në dysheme për 10 sekonda, pa ngritur themrat lart. Pastaj ngrini këmbët lart dhe mbajini për 10 sekonda. Përsëriteni këtë mënyrë 5 herë në ditë për të përmirësuar strukturën e kockave. Përdorni kuba akulli. Vendosni disa kube akulli në një qese dhe vendosni mbi gungë për 10 minuta. Përsëriteni këtë metodë disa herë në ditë për të lehtësuar dhimbjet dhe për të zvogëluar endjet. Përdorni vajin e ullirit. Ngrohni pak vaj ulliri dhe masazhoni pjesën e gungës për 15 minuta 2 herë në ditë. Fërkojeni fort gishtin në mënyrë që të nxitet qarkullimi i gjakut në atë zonë. Përdorni gjithashtu edhe korrigjuesit e gungave. Së pari ndihmojnë në lehtësimin e veshjeve të këpucëve. Së dyti, korrigjuesi rregullon gishtin e madh në një pozicion normal, i cili ndihmon kockat të kthehen në vendin e tyre. Gjithsesi, ju këshillojmë të mos hezitoni të shkoni te një mjek përpara se të provoni këto metoda në mënyrë që të evitoni çdo problematikë të mundshme. Gungat që shkaktohen në gishtin e madh të këmbëve mund të jenë gjithashtu edhe të dëmshme në aktivitetet tuaja të përditshme. Prandaj, edhe kërkimi mënyrave alternative më të specializuara është një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar shëndetin dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Për të ndihmuar në dukjen më të mirë të shëndetit të këmbëve, mund të përdorni gjithashtu edhe metoda alternative, por është e rëndësishme për çdo problem që keni ta adresoni atë tek mjeku juaj. Gungat e këmbëve janë jo të bukura për syrin e njeriut. Nëse keni fat që të mos e keni idenë se për çfarë po flasim, duhet ta konsideroni veten shumë me fat.
Gungat e këmbëve janë në pjesë kockore që formohen në një pjesë të jashtme të gishtit të madh. Jo vetëm që janë të shëmtuara, por për shkak të zhvendosjes shërpesësh trupore mbi gishtin tuaj, ato gjithashtu mund të jenë edhe të dhimbshme. Për të kuptuar se si duhet të trajtohet një gung, duhet së pari të mësoni si ajo formohet. Sipas WebMed ka disa mënyra. Ndonjëherë ato ndodhin thjesht për shkak të gjenetikës. Nëse prindit tuaj kanë, ju jeni në rrezik më të lartë për zhvillimin e tyre. Ndonjëherë gungat zhvillohen si një efekt anësor i artritit, megjithatë, gratë janë veçanërisht në rrezik të lartë për zhvillimin e tyre. Këto gunga mund të jenë shkakje pareatis dhe sikletit të madh. Këto janë disa mënyra për t'i trajtuar dhe për t'u kujdesur për to, sipas WebMed. Piperi i kuq. Piperi i kuq mund të përdoret më shumë se sa vetëm për të evituar edhe problemin tuaj. Sipas Fine Home Remedy, piperi i kuq mund të përdoret gjithashtu për të trajtuar dhimbjet e lidhura me gungat. Ai është një lehtësues natyral i dhimbjeve. Pritni një piper në gjysmë dhe lyeni gungën që ndodhet në këmbë. Gjithashtu, edhe lakra mund t'jap lehtësime të duhura. Healthy Remed sugjeron përdorimin e lakrës për të lehtësuar dhimbjet. Lakra ka veti të mira anti-inflamatore që ndihmon në zvogëlimin e intjes dhe zakonisht vjen nga gungat. Për të kujdesur me to, mbuloni me lakër dhe me një fasho dhe bëni këtë proces për disa muaj me radhë. Gjithashtu edhe kamomili mund të jetë një lehtësues shumë i mirë. Gungat që krijohen në këmbë mund të jenë shumë të dhimbshme dhe kur ato janë në gjendje të padurueshme, duhet t'i adresoni tek mjeku. Por kamomili mund të punojë si një anti-inflamator për të reduktuar entjen dhe dhimbjen. Thjesht pini një filxhan çaj kamomili dhe vendosni bustinat e saj për lehtësim më të shpejtë. Por nëse gjendja juaj është kritike dhe pa evitueshme, mos nguroni të shkoni tek mjeku për të marrë gjithashtu edhe trajtimin më të specializuar. Këto janë thjesht disa mënyra alternative për të kujdesur në kushte shtëpie, për të lehtësuar gjendjen tuaj dhe për të sjellë gjithashtu edhe një përmirësim të gjendjes suaj. Gungat në këmbë mund të shkaktohen edhe nga probleme të traumave, prandaj nuk duhet të neglizhohen. Ato mund të ndikojnë drejt për së drejti edhe në gjendjen tuaj të përditshme. Mund të agravojnë gjithashtu edhe shëndetin, prandaj adresimi tek mjeku nëse gjendja juaj është kritike është vlera më e madhe që mund t'i bëni shëndetit të këmbëve. Për të eliminuar gungat e këmbës, mund të ndiqni alternativa në kushte shtëpie. Prandaj, ato janë lehtësuese të mira deri në farmase, pasi nëse gjendja juaj agravohet gjithmonë më shumë, mos e neglizhoni. Gungat që shkaktohen në këmbë në gishtin e madh mund të ndryshojnë vazhdimisht strukturën tuaj të kockave. Këto gunga janë në çrregullime ku ndryshojnë gradualisht edhe këndi kockor i gishtit të madh dhe mund të shkaktojnë edhe probleme të njëpasnjëshme të lidhura me shëndetin e tyre. Shfaqjet mund të jenë edhe për shkaqe të ndryshme. Më kryesorja është veshja e këpucëve të ngushta me maj. Simptomat e para të këtyre gungave janë dhimbje, inflamacion gjithashtu dhe skuqje. Gjendja e tyre kur përkeqësohet shumë mund të jetë deri në operacion, sepse mund të shkaktojë dhimbje të forta dhe deformime të kockave të theksuara. Për të zhdukur ose për të mos lejuar zhvillimin e këtyre gungave, ju përveç se duhet të zgjidhni veshjet e këpucëve të përshtatshme, ju mund të përdorni edhe mënyra alternative në kushte shtëpie. Vaji i ullirit. Ngrohni pak vaj ulliri dhe masazhoni pjesën e gungave për 15 minuta, 2 herë në ditë. Fërkoni gjithashtu edhe gishtin në mënyrë që të nxitet qarkullimi i mirë në këtë zonë. Piperi i kuq. Piperi i kuq djegës përmban kapsaicin, një substancë që ndihmon në eliminimin e dhimbjeve dhe pareative të tyre. Përzjeni një lugë vazelin me një lugë piper të kuq djegës. E vendosni përzierjen mbi gungë dhe e lidhni me fash. E mbani për disa orë dhe përsëriteni këtë procedurë çdo ditë. Vendosja e akullit gjithashtu në pjesën ku keni gunga mund të jetë një lehtësues mjaft i mirë derisa të merrni edhe trajtimin e specializuar nga mjeku përkatës. Ndjekja e kësaj mënyre do të japë rezultate fantastike për gjendjen tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.